Fshati Tragjas është i pasur me burime natyrore ujore, të cilat derdhe në det dhe nuk u vijnë as pak në ndihmë banorëve të zonës. Tragjasjotët, pavarësisht se kanë burimet ujore të izvorit në fshat, vuajnë për ujë të pishëm, por dhe për vaditjen e tokave bujqësore. Sipas tyre, Tragjasi ka plot ujë, por në çezmat e familjeve uji vjen vetëm 2 orë në ditë. Kjo është situata gjatë vjeshtës dhe dimrit, pasi kur ngrohet koha fshati mbetet me ditë të tëra pa ujë. Sipas banorëve të Tragjasit, kjo situatë është shkaktuar nga mungesa e investimeve ndër vite në rrjetin e furnizimit me ujë. Banorët tregojnë se zgjidhjen për plotësimin e nevojave familjare e kanë gjetur tek puset, ndërsa ujin që konsumojnë e blejnë ose e mbushin në llogora apo fshatra të tjera përreth. Se fshati pin nga 1 orë ose qameti 2 orë. Mbas dite, të them drejtën se unë kam shpinë këtu, se flas për atë lart, unë kam pusin. Domethënë janë të detyruar të lënë dhënte, qënte, çari kanë bagëtie, bujqësie të rinë të presën në orarin e ujtë se zbën një njeri. Po kontrolloj ku i ke, hajti shkojmë bashkë. Ku i ke burime? Se di. Flas për më shumë në behar, se atëherë duhet dhe ujë. Nuk duhet tani në dimër, të flasëm tani se do mbledhëm dhe ujë fshati, për shumë, flas për fshatin në gjithë. Dhe që të marrën ujë, kërkojnë të marrën ujë, mua më duket një çudi, që e kam të zgjidhur problemin me pusin, më duket një çudi. E mbushim lart në llogora, s'kemi ta blejmë. Vish të shikosh shtëpi. Po, mbush 3 bidona 7 kilosh në javë, sa të konsumojmë. Ne jo s'paguajmë. Sa ti ajo është e lidhur që punon. Për të gjitha, për dritat, për pusin, për çdo. Se kuptoj. Për Tragjasin, po pse të hallet i përneshon të fiksit e stopi gjithë fshatrat ngjitur me Tiranën, cop. Është një ku ka të rregulluar. Tani mirë është. Po? Po para 20 ditëve, më 25. Dihet që s'ka pa shira. Po? U tha fare, domethënë, dollën gurët, as ne, nuk na mirë të pompa këtu që jemi afër. Po ne se e hapëm, e kurcejmë domethënë, se kemi me korrent. Po? Kush e ka llogaritur me orë? Prore tutje s'ka shira, shtërpon, themi ne. Domethënë, u tha fare këtu, s'kish pompa kryesore. Po ne nuk e llogaritëm me orë, se si po të them që ndezëm pompën për hall, me boljere, me gjëra. E këta lartë kanë bërë, po ata s'kan lek, s'kan bërë vaprit vojnë. Po? Ajo shtëpia është si përshisht pina atje lartë? Po? Ka pompën këtu, kanë vojtë në diza e kishtë prishur gjithë ditën. S'ka ka të... Me po ne pusa? jemi këtu, ja ku jemi. Keni ujë? Po. Kemi një pompë të vogël, ja, de la Marina. Edhe na vjen nga mali, në qëfë se s'ka shira, nuk ka. Na vjen nga mali ujtë, fshati Tragjas. Të e din ata inxhinierët, në një qatë të themi. Po është i lakmur, ja, këto pompa që u bëm këtu dhe ajre bëri zhurmë Tragjasi. Se ajre furnizoi që këtu e për te ishë në burime, nash ishë mbledhur për të tjera vende. Ka mbetur kjo këtu vetëm. Është dhe ajo te lokali atje përtej. Në atë kohë nuk ka më mirë, din ata të më ditë, çfarë do vendosen. Po, orari është i ndryshuar. Në një moment vjen 12, një herë pastaj vjen 14. Po? Po, është i kufizuar. Tek mua jo. Jo, pse? Diku tubo ka pësuar në një qarje dhe kur bie shi vjen ujtë i trubull në boljerë. Vete e mbush me bidon. Po, në qoftë se ke është një barqë aty. Po është mua. Po? I kam të mitë ata. Me puse është zgjidhur një pjesë. Po? Jo të gjithë. Thonë shumë, ose në tendencën për të marrë ujë këtu, flasën shumë. Po deri tani, po duhet vënë punë. Ato se dim, ne ujt i ikën, jo 4500, jo 4000 litra në sekundë. Po ujt i ikën det. Ndërkohë në Tragjas synohet realizimi një projekti për marrjen e ujit nga burimet e izvorit dhe furnizimin e fshatrave të jugut, ku vetë banorët e Tragjasit nuk kanë ujë të pishëm, por as rrjet nëntoksor të furnizimit me ujë.